Situata alarmante e lëmimit të fëmijëve në një kopësht në Gramsh ka nxjerrur reagime të forta në opinionin publik. Sociologe Entela Binjaku, e ftuar ditën e djeshme në emisionin Aktualitet, u shpreh ndinjuar për mungesën e përgjegjësisë institucionale në lidhje me përhapjen e salmonelës tek fëmijët e vegjël. Për shkak se politika ka ndërhyrë kudo dhe ka gjetur si të duhurit për të kryesisht njerëz me background të dobët profesional ose me njerëz ose individ që kanë për merit kryesore angazhime partijak, prurjen e votave, rrethin e gjerë familjar që të siguron vota e të tjera si këto, besnikërinë dua të them ndaj leadershipit të forcës udhëheqëse. Për këtë arsye askush nuk jep dorëheqjen. Binjaku kushtoi se në çdo vend në Bashkimin Evropian pas një ngjarje të tillë titularët e institucioneve publike do të kishin dhënë dorëheqjen për shkak të përgjegjësisë morale dhe institucioneve që mbajnë. Ngjarja e rënë në Gramsh ka ngritur shqetësime të mëdha për sigurinë ushqimore në Institutin Publik për Fëmijë, ndërkohë që hetimet për zbardhjen e plotë të shkakut të lëmimit janë ende në vazhdim. Nuk diskutohet që në një institucion evropian të kishte ndodhur një histori e tillë ku 17 familjeve, fjala vjen, tu rrezikohej jeta e fëmijëve dhe kur kush të mos kishte përgjegjësi të mbante përgjegjësi edhe për të dhënë dorëheqjen, besoj se nuk bëhet fjalë, nuk do të diskutohej. Çështja është që familjet atë që kishin në dorë e bën, pra publikisht u nda historia, protestuan publikisht, por rrogtarët e institucioneve që kanë drejt për drejt lidhje me këtë histori janë aty dhe vazhdojnë të punojnë dhe të çojnë të ardhurat e punës së tyre, rrogat e tyre, të çojnë fëmijëve dhe familjeve të tyre, ndërkohë që familje të tjera kalojnë net e ditë të shqetësuara nëpër spitale dhe për shëndetin e fëmijëve të tyre.